në këtë lidhje. Çfarë kohë sipas teje ka marrë protesta? Kohë tjetër ka marrë sepse hiç më lart tani kemi nga Ministri i Punëve Brendshme dhe resort ministrorit të Iqballi Dute dhe personat e tjerë i kanë shpallur non grata sepse cenojnë rendin kushtetues. Edhe këtë patjetër që do ta diskutojmë. Po flasim sepse non grata ishte nga qeveria dhe jo nga qytetarët që protestojnë. Po protestuese, çfarë kohë sipas teje kanë marrë? Po tashti kush e përfaqëson AKI-n? Inteligjencës në Shqipëri e përfaqësojnë resort për kacet dhe janë ata që studiojnë profilet e njerëzve se janë të rrezikshëm për ta cenuar rendin kushtetues apo rendin publik në Shqipëri. Dhe Shqipëria, në konform ligjet dhe dispozitave të akteve administrative, ka marrë një vendim duke patuar në të gjeturat e saj se janë disa nga personat të cilët cenojnë rendin. Janë personat të cilët mund ta shkatërrojnë. Me një fjalë janë të rrezikshëm ndoshta për vendin, ashtu.